9 kandidatët e listës së PS-s janë prezantuar në Shkodër si ekipi që do përfaqësojë Bashkinë Shkodër në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Prezantimi është bërë nga drejtuesi politik i Qarkut Shkodër Benet Beci, i cili u shpreh se Shkodra në këto zgjedhje ka ekipin më të mirë. Kandidatët prezantuan angazhimin e tyre për Shkodrën 2030. Jam përjet mirënjohëse Shkodrës për mundësitë edhe mbi gjitha për këtë privilegj që më ka dhënë sot. Shkodra para 2 vitesh i dha besimin Partisë Socialiste dhe kryetarit Zotit Beci. Dhe për këto 2 vite Shkodra përshpërblehet me punë, me progres, me investime të cilat nuk do të nalen. Dhe për të mos nalën këto investime, Shkodra edhe njëherë duhet t'ia japin besimin Partisë Socialiste dhe ekipit të saj. T'i japim besimin Partisë Socialiste, t'i japim besimin këtij ekipi kampion dhe ta çojmë përpara Shkodrën dhe Shqipërinë. Kjo kthes që kryetari i bashkisë njëkohësisht drejtuesi i Qarkut përmysi, theu, ma në fund, një tabu, një mentalitet në Shkodër, nuk duhet mu nal tani. Ashtu sikurse nuk duhet mu ngadalsu gjithë projektet edhe mbështetja që është dhënë nga qeverisja qendrore në Shkodër. Edi Rama e ka kryt nga Shkodra. Është vërtet privilegj që të jem pjesë e një rrugtimi i cili qartazi po synon që ta çojë Shkodrën ose ta realizojë në Shkodër atë që Shkodra ka qenë gjithmonë edhe patjetër do të jetë porta e Shqipërisë drejt Europës. Këto punë të mira që kena nis, mi përfundu, pse jo me nis tjerat, mi përfundu deri që të bëna Shkodra aty ku duhet me kenë edhe me u marrë për shembull në gjithë Shqipërinë. Unë kam një dëshirë, që i vogël jam rrit me dëshirën e madhe që du shërbej njerëzve dhe të bëj diçka për njerëzit. Prandaj, ne kemi numrin 5 në fletën e votimit, ta maksimizojmë atë numër. Unë besoj që trit sot ma shumë se kur kanë shumë arsye për më arnë Shkodër, trit sot ma shumë se kur kanë shumë arsye për me jetu në Shkodër, për me zhvillu jetën e tyne edhe të ardhmen e tyne. Partia Socialiste do të bëjë më të mirën dhe ky ekip fantastik besoj që do të sjellë më të mirën për ne. Vëmendja që ka marrë Shkodra në këto 2 vite të drejtimit të bashkisë nga socialistët ka qenë kryefjale fjalimeve të kandidatëve, të cilët vinë në këtë garë me një frym pozitive për Shkodrën.